Presidenti i Serbisë paralajmëroi se Beogradi zyrtar e ka në plan që t'ia ndryshoj rrjedhën Lumit Ibër, i cili e mbush liçenin e Ujmanit dhe është pivotal për një pjesë të Kosovës. Për këtë problematikë dhe për paralajmërimin tashmë të ri të Serbisë se do ta ndërtojë një hidrocentral në Ribariç, krejt jo fort larg nga kufiri me Republikën e Kosovës, flasim me ekspertin e ujrave Mumin Morina. Faleminderit për kohën, zotri Morina. Çka do thotë ky paralajmërimi i ri nga Beogradi, i cili thotë se tashmë do të ja bëjnë një formë ndryshe, 50-50. Do të analin 50% rrjedhën e Ibrit, që vije nga Malizi në për Serbi, pastaj në Kosovë, dhe do ta ndërtojnë sipas gjasave një hidrocentral në Ribariç. Faleminderit për ftesën. Realisht unë kam pasur një prezentim më herët për këtë çështje në televizionin tuaj. Atëherë u fol më tepër për iniciativën e presidentit pa diçka konkrete, domethënë devijimin e Lumit Ibër. Realisht tani ai veç i ka konkretizuar disa ide të cilat kanë të bëjnë me këtë problematikë, edhe duke marrë parasysh që kemë bëjmë me një shtet që jo gjatë nga sot ka pas Kosova luftë, ka qenë një shtet agresor, duke marrë parasysh se Vučići njihet për këto deklarata. Realisht nuk duhet asnjëherë që ne t'i neglizhojmë këto kërcënime, sepse duke di që Ujmani për Kosovën është jetik, domethënë që nuk është veç për ujit pjesë, edhe për ujitje, po e man gjallë edhe industrinë vitale të shtetit Kosovës. Domethënë janë çështje shumë serioze, dhe për këto, në këtë rast, shteti Kosovës duhet të jetë shumë i përgatitur që të ketë reagime. Na dim se reagimet nuk mund me qenë direkt me shtetin e Serbisë, sepse kemi të bëjmë me diçka që ata planifikojnë të bëjnë brenda territorit të Serbisë. Domethënë, mirë po ekzistojnë disa konventa të cilat shteti i Kosovës duhet t'i shfrytëzojë, dhe të ketë reagime të fuqishme, sidomos me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Po. Domethënë, janë çështje goxha serioze dhe në asnjë formë nuk duhet të neglizhohen. Dhe konventat ndërkombëtare e parandalojnë, do thëtë, rrjedhën ose ndryshimin e rrjedhës një lumi nga një shtet në tjetrin, sidomos kur ka të bëjë me zonat të ndërkufitare, apo jo? Mirë po, absolutisht po. Si e zgjidhin konventat ndërkombëtare çështjen kur dikush vendos në tokën e vet, do thotë në Serbi të vendos një hidrocentral, siç po thuhet në Ribariç, nëse do të bëhej ndonjëherë, për shkak se ka dilema shumë të mëdha edhe në Beograd, edhe shumë kush po thotë se po thuhet për populizëm dhe për mbledhje të votave nga partia në pushtet në Serbi atje. Si i konkretizon, do thotë, konventat ndërkombëtare këto çështje? Unë paka shumë për me qenë pak më i qartë edhe me ndëgjuesit, edhe të ditë rëndësinë e kësaj problematike, kam hulumtuar disa çështje që janë realisht aktuale. Kam pa se nuk e bëjmë veç me ide apo me deklarata, po shteti i Serbisë ka të planifikuar në planin hapësinor të Republikës, domethënë këto projekte, domethënë plani strategjik që lidhet me vitin 2021 deri 2035, domethënë është një plan afatgjatë. Po ashtu është një dokument tjetër që bazohet në këtë plan strategjik, një raport për vlerësimin strategjik mjedisor, që është bën nga Ministria e Transportit, mandej Instituti i Arkitekturës të planifikimit të shtetit serb, si dhe Universitetit të Beogradit, konkretisht dega e gjeografisë. Është dokument qytetar, edhe është interesant se aty shihet se pak trajtohen këto konventa. Domethënë ata më tepër këto arsyetime i kanë bërë sepse rajoni ku planifikon furnizimin me ujë ballafaqohet me deficit ujit. Mandej ata pretendojnë që t'i marrin ujërat e tepërt, domethënë jo ujërat
domethënë që shkojnë direkt në Iber. Mirë po, kjo duhet të shikohet pikërisht me dilemat mëja, sepse kuadër këtyre projekteve, këtyre planeve, ekzistojnë dy alternativa, dy variante. Është varianti A, që ka të bëjë ndërtimin e 4 hidroelektranave të vogla, që realisht ato ndoshta nuk do të jenë të dëmshme për kem direkt në rrjedhën e Iberit, në këtë rast në Ujman. Mirë po është një problematik tjetër që parashihet një hidrosistem që ka të bëjë me ndërtimin e një rezervari që vëllimi apo rezervari të jetë tikun 51 milion metër kub dhe nga aty të transportohet uji apo rrjedhja në një bazen tjetër që nuk ka të bëjë fare me bazenin e Rashkës. Kjo do të jetë një diçka katastrofike për shtetin e Kosovës dhe mendoj nëse kjo bëhet, realisht do të vjen pikpyetje mandej edhe ekzistenca e vetë Ujmanit, këtë rast edhe shteti i Kosovës do të ballafaqojë me probleme ndoshta pa para. Çka duhet të bëjë Kosova në të ardhmen për mbledhjen e kapaciteteve ujore, për shkak se po shihet që problemet me ujin nuk i kemi vetëm na si shtet, mirë po i kanë gjitha shtetet, sidomos për shkak të thatësisë, rritjes së temperaturave e kështu me radhë. Ne jemi dëshmitar të ndikimeve klimatike në gjitha vendet e botës edhe të ne, gjithashtu edhe shtetet ballafaqohen me probleme ndryshme që kanë bëjnë me ujin. Realisht uji gjithmonë duhet të ketë prioritet madh. Ne kemi pa qeveria kohët fundit i ka dhënë rëndësi kësaj çështje, mirë po jo ndoshta me ato që duhet të jepen, sidomos ndaj këtij problemi që është përmend, po them nuk është vetëm një deklaratë, ka veprime sepse domethënë vijem presidenti serb ka parapo një komision që të mirën me këtë problem. Domethënë na kemi veç një deklaratë presidentes e cila pak a shumë e ka denu, mirë po nuk kemi veprime tjera. Po çish duhet të veproj, zotëri Marina, çish duhet të veproj shteti në këtë rast? Duhet të veproj sepse për mendimin tim, tash unë nuk vi nga politika, po mirë po ekzistojnë ato çarqet që duhet të ngrisë këtë çështje, se janë po them shumë serioze. Kryeministri ka mundësi që t'i thirrë ato vendet e Kuintit që kanë peshë në diplomacinë kosovare, edhe ti njoftoj për këtë problem, sepse po them nuk ka një deklaratë thjesht e dikujt, po është deklaratë e presidentit të Serbisë. Dikush e përmend me zgjedhjet apo diçka tjetër, mirë po realisht nëse diçka ndodh, domethënë mandej do të ishte pa kuptim të këto veprime që do të bëhen. Domethënë përmes si hapi parë, pasi që nuk kemi projekt konkret, duhet të bëj ma e madhe kjo çështje përmes ndoshta ambasadorëve apo institucioneve tjera që marrin. Mandej, nëse kemi diçka serioze, ka elemente që kanë ekzistuar edhe situata tilla edhe në shtetet e Evropës. Ka zonë Hungaria e ka akuzuar Çekoslovakin kur ka qenë bashkë për një devijim të lumit Danub, dhe mandej ka qenë gjykata ndërkombëtare që ka marrë vendim për këtë çështje. Domethënë realisht në botë sot ka hapa të tillë që duhet të respektojnë këto konvente, sepse këto konvente janë ato të cilat duhet të rregullojnë këto rrjedhje ndërkombëtare, sepse edhe Kosova ka rrjedhje të cilat shkojnë nëpër shtete tjera dhe ajo nuk guxon në mënyrë a priori të vendos për planet apo rrjedhjet e këtyre lumeve. Po. Dhe çdo verë ne kemi mungesë të ujit, për shembull këtë javë banorët e Dragashit protestuan për mungesën shumë orëshe, disa ditëshe të ujit të pijes në këtë komunë krejt në jug të Republikës. Pse po ndodhin këto thatësi dhe si të bëj Kosova që t'i menaxhoj resurset e ujit që i ka? Për mendimin tim, po them duke u bazuar në ato që vijnë nga fusha ujit dhe kam pati ka punu një kohë gjatë në kompani të ujit, domethënë pak a shumë njem ngushtë në këto problematika që ka, është për metodë të keq sepse ende nuk menaxhohen mirë resurset ujore. Ne kemi 7 kompani të ujit në Kosovë dhe gjitha ato 7 kompani uji humbet mbi 50%. Domethënë nëse veç kjo domethënë kur them mbi 50, asnjë nuk është në 50%. Pse ndodh kjo? Qysh humbet uji 50%? Kur qeveria, këtë rast kryeministri Kurti ka në pushtet, gjën e parë që ka premtuar
do të vu në rregull çështjen e ujit e kompanive kështu me radhë, mirë po nga që na kemi pa absolutisht nuk ka pas kur gjë në të drejtim. Domethënë bordet janë mbush me militantë, me njerëz që absolutisht nuk kanë haber me problemet e ujit, po ashtu edhe menaxhmentet e kompanive publike të ujit domethënë janë. Po ashtu tilla, më vjen keq se shumicën e tyre e njoh personalisht, mirë po në duhet me thonë të vërtetën. Uji është jetik edhe për qytetarët, edhe për Kosovën, edhe duhet të ketë një trajtim tjetër. Po, dhe thoni se duhet të ketë një letër në drejt Brukselit, drejt Washingtonit, mbase edhe drejt OKB-s që të preket kjo çështja e kërcënimit serb për ndryshimin e rrjedhës së lumit Ibër. Absolutisht unë mendoj se po, sepse po them nuk kem të bëjmë me një deklaratë. Ka një projekt ide, ka një koncept inxhinierik, ka diçka jo projekt kryesor që themi i detajzuar, mirë po derisa ka projekte tilla edhe janë të planifikuar në planin strategjik të ujrave të Serbisë, atëherë kjo situatë është shumë serioze. Dhe në këtë rast mendoj duke marrë parasysh se situata politike që kalojmë është për me thardh keq se si këto probleme etike që në shtetet tjera të forta trajtohen me urgjencë të madhe, te ne as nuk përmenden. Po them, ka qenë një deklaratë vetëm me presidentën detyrë që është përmend, përndryshe nuk kam dëgjuar dikush që është marrë me këtë punë. Edhe tek e fundit kjo problematikë nuk është e opozitës apo njerëzve që janë jashtë politikës vendimore. Po kjo është kryekput e qeverisë, se qeveria i ka përgjegjësitë për këtë çështje. Në aspektin gjeografik, cila pjesë e Kosovës në të ardhmen pritet të ketë probleme sidomos me mungesën e ujit, për shkak të lumenëve që rrjedhin aty dhe po ashtu thatësisë që po mbretëron, për shkak se kemi parë që shtetet të mëdha evropiane siç janë Gjermania, Franca, Italia kanë shpallur gati emergjenca kombëtare, sidomos sa i përket mungesës së ujit dhe tharjes së lumenëve. Madje edhe Danubi që ju e përmendet është thasi vjetë. Është interesant se këto problemet klimatike që shkaktojnë thatësira ndikojnë ndoshta gjitha vendet e botës, Evropën në këtë rast, sidomos edhe ne. Realisht ka qenë për shembull Kosova në disa herësh përballë me thatësirën. Është shumë e rëndësishme ndërtimi i akumulacioneve që janë premtuar nga qeveria, edhe pse ka disa iniciativa të projekteve konkrete që bëhen për ndërtimin e këtyre digave në Kosovë, dhe këto do të ishin ndoshta vetëm që do ta zgjidhnin problemin për një kohë të gjatë për Kosovën në përgjithësi. Tash ato zonat cilat janë ma të rrezikuara ndaj këtyre ndikimeve klimatike, unë mendoj se rajoni i Gjilanit ka probleme të mëdha sepse ka edhe akumulacionin ndoshta me vollimin më të vogël krahas me 5 akumulacione që janë në Kosovë, domethënë ka dikon 3.6 milion metër kub, derisa Tazom ujmani ka afër 400 milion metër kub, domethënë është një diferencë shumë e madhe e kësaj sasie. Domethënë kërkesa për ujë është rritë, gjithandej ka vendbanime jo vetëm në rajonin e Gjilanit, po dhe rajone tjera që nuk janë të mbuluara me sistem të ujit të sjellësit, domethënë edhe këto e bojnë ma problematike edhe situatën. Faleminderit për kohën dhe ekspertizën, zotëri Morina. Faleminderit juve. Dhe tani shkojmë me një lajm të fundit, është Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës, e cila ka njoftuar se do të vazhdojë monitorimin e afërt të rastit të shtetasit të Kosovës Dugaxhin Mazhuni, ndaj të cilit autoritetet e Serbisë kanë iniciuar procedurë penale. Përmes zyrës ndërlidhëse ka njoftuar delegacionin e Bashkimit Evropian në Serbi dhe ka dërguar notë verbale të misionet diplomatike të vendeve të Kuintit me qëllim të sigurimit të angazhimit ndërkombëtar për mbrojtjen e